Filmin Rruga vete ka zgjedh, si kemi jetu këtë një ashtu kena marrin gjallë, është qështu gja. Po, qashtu është. Allah i në Allah bereqet o gja. Amin. Allah i të shpërblef që ke pranu ftesën, edhe fjalla është për tyje. Allah i ndëroft. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Unë në shfrytëzoj rastin pas falendrimit të Allahut me ju falendëru për organizimin e kësaj ligjërate, të cilën e lusum Allahun madhëshëm që ta bëj të dobishme dhe të bereqetshme. Me vërtetë kjo është një temë që u përzgjedh, është një temë shumë e rëndësishme. Ashtu si që kemi jetu, ashtu edhe do të ringjallemi. Kjo është një rregull e drejtësisë së Allahut madhëshëm. Allah nuk e bën pa drejtësi askujt. Siç thotë i lartë madhëshme, inna Allaha la yadhlimu mithqala dharra. Vërtet që Allah nuk bën pa drejt as sa grimca. E për derisa është çështja kështu, drejtësia e Allahut e plot zbatohet plotësisht në ditën e Kiametit. Sa ashtu e ka lënë Zoti këtë botë me punu, siç thotë Aliu radiallahu anhu, në këtë botë ka punë, e s'ka llogari, e nesër ka llogari, e s'ka punë. Për me pas parasysh se si do të ringjallemi në ditën e Kiametit, janë përzjedh disa hadithe në këtë aspekt. Është një parim që quhet el jaza min jinsil amel. Gjithë dietarët janë të pajtimit për këtë rregull. Shpërblimi është sipas llojit të veprës. Shpërblimi është sipas llojit të veprës. Pra se ashtu siç e ke bërë veprën, ashtu edhe ke marrë shpërblimin apo dënimin. Pa desh mu zgjat shumë në hyrje, t'ja fillojmë me njëherë tek ligjërata dhe tek shembujt që kanë ardhur në sunetin profetik. Fillimisht po ja fillojmë me njerëz e nderimit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar që ummeti i tij në ditën e Kiametit do të thirren me fytyrë dhe gjymtyr të ndryshme nga gjumë të abdestit. Pra shikoni, ti ke marrë abdes këtë botë, qaj abdes po të bëhet dritë në ditën e Kiametit. Pra në gjitha ato gjymtyrët ku ke marrë abdesën, para krahen, fytyre, ka me të bënë dritë. Edhe kështu ka me na dallu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për mes shenjave të abdestit. Ti si të ngjallesh, ke mund ngjall me shenjë dalluese në gjymtyr të abdestit. Sigur për shembull ti ki shumë kuaj. Edhe dikush tjetër ka kuaj. Po kuaj tu kanë shenja të bardha në kom. Ti me njëherë i dallan apo? Kështu do të na dallan edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pra ke jetu me abdest, ke me unë gjallë me shenja të ndryshme në abdest. Pastaj, kemi një tjetër gjë që do të konkretizohet, se është mirë me pas parasysh, vëllezër të nderuar, që në ditën e ringjalljes kanë mu konkretizu gjërat. Kanë me marrë formë gjërat. Kanë me marrë formë fizike. Në këtë botë nuk kanë pas formë, po kanë me marrë formë atje. Rasti i dytë është me muezinat. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar që muezinat do të jenë njerëzit me qafat më të gjata në ditën e Kiametit. E këtu ku qëndron simetria? Në dunja ata e kanë ngrit zanin për me i thirr njerëz në tauhid. Me i thirr njerëz që me adhuru vetëm Allahun. Me i thirr njerëz në namaz.
Dhe në ditë e Kiametit, ata do t'jenë pozitat më të larta. Se kjo me qafën më të gjatë, nuk do të më kuptu që vetëm qafa ju zgjatët kështu në mënyrë literale, por në gjuhën arabe, kur thuhet qafën më të gjatë, do në pozitën më të lartë. Pra muezinat do ta kenë pozitën më të lartë në ditën e Kiametit. Se këta e kanë majt gjallë një vend musliman me thirrjen e ezanit 5 herë ditë. Çfarë vlerë të madhe ka ezani, subhanallahu. Për atë arsye, pejgamberi alayhis salam ka treguar që me pas ditë vlerën e ezanit, atë safit parë, edhe mos me pas ndryshe mundësi vetëm me qitë shërt, kishin qitë shërt. Po të na ndodhe kundërta me keqare, leje që nuk qesin shërt, po se cili dën me hek përgjegjësinë. I thuhet dikujt thërë ezani, ja ti thërë. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na mëson që është e kundërta. Realisht i shdosh na mushty qatë shumë që me ardhë deri në drejtë që edhe shërt me qip kush për thirë ezani. Qas vlerë të madhe ka. Pastaj rasti i tretë kemi dëshmort. Dëshmort që e kanë dhënë jetën e tyre në rrugë të Allahut Madhëshëm. Ata do të ngjallen në ditën e Kiametit duke ju rrjedh gjaku prej varreve ku i kanë marrë. Dhe ai gjak do ta kenë ngjyrën e gjakut, po era do t'i vjen misk. Era do t'i vjen misk. A fsheni që shpesh shndron Allah gjendjen. Pro ai e ka dera gjak, ka përjetu dhimbje. Mirë po ai gjak është bë shkak që ne me u fresku me shpirtërisht me islam nisëm. Mu çlirua i vend. Dhe kështu Allah shpërblen ditë e Kiametit ngjallet, duke i rrjedh gjaku, por në anën tjetër i vjen era e parfymit. Ai që vdes nga murtaja, për të ka ardhur një gjë, një hadith i ngjajshëm me ata dëshmort. Plagët e atyre që kanë vdekur nga murtaja do të jenë si plagët e dëshmorëve. Do të rrjedhin gjak ndërsa aroma e tyre do të jetë aromë misku. Pra e njëjta gjë. Se edhe ai që vdes prej smujave trona, siç është murtaja, edhe ai është dëshmor. Pastaj për agjëruesin, shkojmë te agjëruesi. Era e gojës së agjëruesit është tek Allah në ditë e Kiametit më këndshme se aroma e miskut. Edhe këtu po shndrohet, shihni, po shndrohet gjërat abstrakte po konkretizohen. Pro ky njeri që në këtë botë i ka ardhur era e keqe prej brendësisë tij, për shkak që e ka lënë ushqimin e pijen, edhe nuk e ka lënë për dietë, as për me hu pesh, po e ka lënë për hir të Allahut. Tash çaja arom kam ju bë më e mirë se misku në ditën e Kiametit. Pastaj shkojmë te simetria e radhës. E kemi rastin e atyre të cilët janë drejt në gjykim, që mojnë në drejtësi në gjykim. Pejgamberi alayhis salam, siç transmeton Muslimi, thot për këta njerëz, thot vërtet të drejtët do t'jenë tek Allahu mbi minbere prej drite. Ata që bajnë drejtësi në gjykimin e tyre, në familjet e tyre dhe në atë që është besuar. Pra ata që kanë marrë drejtësi ndaj atyre që kanë pas në përgjegjësi, pa marrë parasysh e familje, apo është udhëhesin ndonjë kategorie, nëse monde drejtësi, ai ka me kon i ulën në minbere prej dritës. Minber është se e keni parasysh si ai vendi ku jep imami hutbë. Pra do të ulën në dritën e ditës e Kiametit. Një transmetim ka ardhur në të djathtën e gjithëmshëshme, por me një pozitë shumë të lavdishme, se drejtësia është dritë,
Dhe do ta përmendim më vonë se çështjen se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë keni kujdes nga padrejtësia, se padrejtësia është errësira në ditën e Kiametit. Pra drejtësia është dritë, kurse padrejtësia është errësira në ditën e Kiametit. Pra ai që ka jetuar me drejtësi dhe ka mbajtur drejtësinë në gjykim, nuk ja ka mbajtur anën askujt. Edhe nëse është për vetë e tij, apo për prindrit e tij, apo për familjen e tij, nëse ka mbajtur drejtësi, Allah i madhëshëm ka me ba që me ullë në dritë. Ai që vdes duke qenë në ihram. Kjo ka ndodhur me një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Një person ka qenë duke bë tavaf rreth Ka'bës. Dhe pa prit mas bjen prej devës. E ka bë faktisht tavafin me deve. Kjo tregon që lejohet me bë tavaf rreth Ka'bës edhe me kerre si që tash i kanë vendos para pak kohës kerret në Ka'bë me sjell me bë tavaf, apo ato karrocat. Dhe po, ai e ka bë tavafin me deve, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ndodhur që e ka bë me deve, dhe pa prit mas rrëzohet prej devës, atë era shumë e lartë. Dhe realisht devja ja thyn qafën dhe e lën aty në vend. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë mos ja mbuloni kokën, sepse ai do të ringjallet në ditën e Kiametit duke e shqiptuar telbien. Pra ka me u ringjall lebejk Allahumma lebejk duke thënë. Sepse ashtu ka jetuar, ashtu ka vdek dhe ashtu do të ringjallet. Pastaj e kemi trallës shoqëruesi i Kuranit. Hadithin që e transmeton Tirmidhiu, në të cilin profeti alayhi salatu wasalam thotë çfarë është domethënia e tij, shoqëruesi i Kuranit do të vinë në ditën e Kiametit. Kurani do të thotë o Zoti im s'të lësat. Atëherë do t'i vendoset kurora e nderimit, pastaj do t'i veshet kurora petku i nderimit. Ai që e mbajti Kuranin në zemër, në gjuhë dhe në sjellje, Kurani e shoqëron e ndërmjetëson dhe stolis. Nderimi i brendshëm që e morin nga fjala e Allahut shfaqet si kuror dhe petk i dushëm. Por shikoni, ai që ka zbukuruar zemrën e tij me Kur'an, Allahu nesër ditë e Kiametit pja zbukuron trupin e tij. Se ne në ditën e llogarisë kemi mungjall të zhveshur, edhe pa bëm sunet, edhe zbafur. Dhe njeri i parë që do të vishët është Ibrahimi alayhis salam. Se është baba i tauhidit, baba i profetëve. Po edhe këta njerëz të shoqërues të Kuranit do të jenë prej të parëve që do të veshen, edhe do të veshen me petka të nderimit, me rroba speciale. Do të nderohen në atë ditë për shkak që zemrat e tyre i kanë vesh me Kur'an. Po kjo nuk është e veçantë vetëm për ata që e ka mësu Kur'anin, e ka punu me ta, po edhe prindve ti. Edhe prindve ati që realisht e kanë nxit atë fëmijë që me mësu Kur'an, që e kanë nxit me punu me Kur'an dhe me eduku me edukat ati, me hadith ka orë që prindve të ti do t'ju vendoset një kuror prej drite në kokën e tyre, subhanallahu, dhe do të vishën me 2 petka. Pra ata prind që i nxisin fëmijët e tyre që të mësojnë Kur'an. Kjo nuk vlen për ata prind të cilët i pengojnë apo të cilët nuk i nxisin. Kjo vlen vetëm për ata prind që i nxisin fëmijët e tyre me mësu Kur'anin. Edhe ata do të jenë prej të parëve që do të vishën në atë ditë, edhe do të vishën me rroba speciale dhe me kuror prej drite. Kjo është për arsye që ata e ndihmojnë Kur'anin që të vendosen në jetën e fëmijës, edhe atyre do t'i vendoset kurora e dritës. Pastaj vazhdojmë me simetrinë e radhës apo me gjendjen e radhës, edhe ata njerëz që përgjithësi me punu me Kur'anin, me mësu Kur'anin ka vlera speciale. Mirë po ka orë një hadith special për ata të cilët
e mësojnë surën El Bekare dhe Ali Imran dhe punojnë me këtë dy sure, atyre realisht do t'ju del përpara surja El Bekare dhe Ali Imran në formën e dy reve të mlaja, apo dy tufave të zgjve që do të ndërmjetësojnë për ta. Pastaj të radhës e kemi, është interesant kjo. Kjo është një hadith në cilën realisht kuptimi i tij është kush e le veshjen e rroba të mira. Megjithse ka mundësi të vesh nga modestia ndaj Allahut, Allah do ta thras përpara të gjitha krijesave dhe do ta lejë të zgjedhë cilën prej tyre ka besimit të dëshiron. Pra, ai njeri i cili ka mundësi që të vesh rroba super luksoze, mirë po nga modestia, vesh rroba mesatare. Tash nuk po themi me vesh rroba të shkyme edhe me dal realisht shumë i mënyrë shumë të vrasht. Po jo, ai ka mundësi super luksoze, po veshet në mënyrë mesatare, qysh veshën njerëzit tjerë. Këti Allah do t'ja mundësën me vesh cilën nga petkat e besimit të dëshiron. Po tash, kjo ishën për njerëzit të cilët kanë jetu jetë mirë, do të ngjallën këtë formë. Po tash shkojmë tek njerëzit që kanë vepra të këqija, si do të ngjallën ata? Shkojmë te prisit dhe përgjegjësit. Është një hadith mjaft i rrezikshëm për ata që kanë udhëheqje. Edhe këto vllazni kur janë udhëheqje nuk është fjala siç mendon dikush veç me kanë sultan apo mret apo kryetar shteti. Jo. Pejgamberi alayhis salam këtë hadith siç transmetohet ka thonë nuk ka asnjë njeri që merr përsipër udhëheqjen e 10 personave. Pra 10 persona me udhëheq të futesh këtë ditë. Apo më shumë, dhe se do të vijë tek Allah në ditë e Kiametit me dorën e lidhur për qafe. Pra do të jetë i prangosur. Drejtësia e tij do ta liraj kurse mëkati i tij do ta shkatërraj. Subhanallahu, shikoni. A përshëndet, qysh ka jetu që ashtu ka më ngjall? Ai cili u ka në udhëheqje, në pushtet, i ka udhëheq 10 vet, apo më shumë, 100, 1000, 10.000, miliona, sa ma shumë njerëz që udhëheq, aq ma përgjegjësinë e madhe. Këta njerëz që kanë udhëheq, kanë mund gjallë prangëst, se në këtë dyja i kanë pas dur të shlira. E nëse janë kanë drejt, që e drejtësia i ofën prangat. Kurse nëse janë kanë mëkatar, e kanë keq përdorur pozitën, këtyre prangat do t'ju mbesën. Dhe me atë pranga do të hudhen në burgun e Allahut, e lutem Allahun na ruan gjithë prej tij. Pastaj kemi për gjykatësit. Gjykatësit e kanë me të vërtet pozitën e rrezikshme, me kanë kadi, me kanë gjykatës. Është një hadith në Ibn Majah që thotë nuk ka asnjë gjykatës që gjykon ndërmjet njerëzve, veç se do të ringjallen ditën e Kiametit, ndërsa një engjëll e ka për zverku derisa ta vendos në buzë të xhenemit. Dhe pastaj ose kanë me hudhë në xhenem ose jo, se edhe gjykatësin këtë botë vëllezër nderuar, ai ka qenë vazhdimisht buzë xhenemit, se pak me gjyku me padrejtësi bjen xhenem. Don gjithmonë nuk kanë skej xhenemit gjykatësi. Se me gjyku, për shembull, pasurinë me amor padrejtësisht dikujt, apo me gjyku me burg, apo me dënim me vdekje, apo çka do të thotë, padrejtësisht atë i menherë bjen xhenem. Don gjykatësi është buzë xhenemit. Mendjemdhejt, si do të ringjallen, ata që kanë jetu me mendjemadhësi. Pejgamberi alayhis salam për këta ka treguar që ata do të grumbullohen ditën e Kiametit si milingona të vogla, pra si bubrejsa të vogël. Në trojtat njerëzish, mirë po njerëzit do t'i shkelin ata. Subhanallah, shikoni, ata mendjemdhejt në këtë botë, ja kanë majt vetës shumë
si të mlaj, ja kanë vjerë rretës nalt, i kanë shkel njerëzit me pozitën e tyre, me anën e tyre abstrakte, i kanë shkel njerëz, i kanë po zullëm. E në ditë e kiametit që ta mendje mlaj, që ja kanë moj vetës mlaj, padrejsisht Allah ka mingjallë sikur bubrejsa dvallë. Dhe njerëz tjerë janë ata që kanë mishkel. Dhe kam i ka pështrimin të gajzdanën. Pra shikani, ashtu si s'ka jetu, ashtu është në gjallë. Pastaj kemi, edhe ky rast është i rrezikshëm s'palla, ata që lypin pa nevojë. Ne shpesh i shohim njerëz, shohim lypsa në për rrugë. Ata lypsa janë në dy kategori. Një kategori janë që lypin me të vërtet për ushqim dhe lypin bugoje. Këta janë të arsyetuar dhe kanë halal qaq so është për me majtë shpiritin. Mirë po, një hadith ka ardhur që ata njerëz që ju kërkojnë vazhdimisht njerëzve, ata do të ngjallën ditë e kiametit pa mish në fytyrë. Çfarë kërcënimi ran? Pra ata që lypin pa nevojë, janë tregut pa fytyrë në këtë botë. Edhe atje kanë mund gjallë me të vërtet pa fytyrë. Shikoni se si Allah i transferon gjërat ditë e kiametit. Subhanallah, për që ata ti nuk i qërtim, nëse nuk ja din gjendjen ai lypsi. Ti nëse jep ti shpërblesh, ti gjithmonë fiton. Po ai cili e merr, nëse e merr pa drejt, ai mirë për ta. Nëse ka marr pak, që atë që e ka marr pak e sukon halal, një hadith ka orë që ka mi u bo grithat ftyrës. Po nëse ka lyp të në kohën, krejt ftyra ka mi hupë në ditë e kiametit. Varësisht so ka lyp. Subhanallah. Pra ai që qërtohet është ai që një lypa nevoj. Kurse ai që një jep, pa ja ditë gjendjen, ai është shpërbler. Kurse nëse ja din gjendjen, e din që ai e qanë në alkohol, e din sigurt, jo me dyshime, jo me paragjykime, atëherë nuk bën mjet. Nuk bën mjet. Ati që e din sigurt që ka me përdor ata me haram, apo ai është i pasur milioner, po veç lyp, nuk bën mjet, kur ta dish sigurt. Kurse din, jepi edhe s'ka dert. Pastaj, hadithi radhës, që ka ardhur për këtë aspekt se si do të ngjallën njerëzit, është për ata njerëz të cilët e kanë vjedh pasurinë e përgjithshme. Ajo pasuri do t'ju vinë në qafë dhe do ta shpalosë. Për shembull, ata që kanë vjedh çfarë do lloj pasurie të përgjithshme, ajo do t'ju vinë në atë formë dhe do ta shpalosë. Se në atë ditë Allah i Madhëshëm ka thonë, je unë me tubles sarair, atë ditë do të shfaqen sekretet. Pra kam ju dalë sekretet. I ngjajshëm me këtë është hadithi në cilin pejgamberi alayhis salam ka tregu për tradhtarët. Tradhtarëve në ditën e kiametit ka më ju vendos nga një flamur. Dhe në atë flamur do t'ju thuhet, kjo është tradhtia e filanit, birit filanit. Pra ata që kanë në këtë botë kanë tradhtu në mënyrë të msheft. Mirë po Allah i Madhëshëm në ditë e kiametit do t'ja u shpalos të para gjithë njerëzve. Do t'ju vendoset një flamur nga mbrapa dhe do t'a shujnë krejt njerëz. Dhe në atë flamur domethënë realisht është flamur në cilin ju thuhet që kjo është tradhtia e filanit, birit filanit. Po këta që tradhtojnë mendojnë që do të shpëtojnë, por realisht në ditë e kiametit ai flamur ka më konë i dukshëm edhe krejt ka më konë. Për ata që se paguajnë zekatin, ka dënim tashme. Ata do të dënohen me një dënim të rëndë në ditën e gjykimit. Kjo normal vlen për muslimanët.
se për ata banor të zjarrit ata dënohen në xhenem. Mirë, po këta musliman mundet me ndodhë që këtë dënim në ditë e kiametit do t'i pastroj që me u mundësu me hinë xhenet nëse i kanë vepra tjera në rregull. Po është dënim shumë i rëndë. Fillimisht kam ju dhënë dy dënime. E para është ai që se ka jep zekatin. Çaja pasuri fillimisht do ta merr formën e gjarprit dhe do t'i pështjellet për qafe. Dhe do t'i thot ai gjarpër do të folë, thot unë jam pasuria jote. Pra, unë jam thesari jot. Kjo është një farforme që ai që u lidh fort për pasunie, edhe u tregu ka prasë, ka prasë sikur e qet dorën mas qafe, ke pa kur i kërkohet diçka që qet dorën qafe. Qa shumë është i lidhën mas pasunie, qashtu edhe ati kam ju lidh gjarpni për qafe, se realisht qaj pasuni ka me marrë formën e gjarprit. Ka mu ba helm për ta. Se në këtë botu kanë helm shpirtëror për ta. Pasaj nuk mjaftohet veç me kaq. Po edhe tani është mvarë çfarë llojit pasurisë nuk ka jap zakatin. Nëse ai lloj pasurisë është ari dhe argjend, pra me pare, nuk e ka dhënë zakatin e pareve, qaj pasuni. Sa e ka vlerën që atu kanë mu ba tulla. Kanë mu ba tullat arit. Edhe ato tullat arit kanë mund zej për zjanë me xhenem. Pastaj kanë mjoftof për balli, për shpine edhe për skajeve trupit. Ai që nuk e ka jep zakatin e pasurisë. Imagjinoj çfarë nxehtësie të madhe mund ta merr ari kur nxehet në zjarr me xhenem, i cili është 70 herë më i nxehtë se zjarri i dunjos. Kurse ata të cilët nuk e kanë jep zakatin e kafshëve, të deveve, apo të lopëve, apo të deleve, atëherë ato dele, apo lopë që nuk e ka jep zakatin për to, do ta marrin formën edhe më të madhe se në këtë botë dhe do ta shkelin atje në ditën e gjallës. Pra është dënim i ashpër për ata që nuk e japin zakat. Dhe në hadith ka ardhur pasi që ju zbatohet këtë dënim, pastaj do t'ju tregohet rruga për xhenet apo për xhenem. Pra mundet mu pastru robi me stopën, dënim shumë i ashpër, po pastaj varësisht për veprat e tij. Nëse ka qenë veprat e tij tjera në rregull, shkon në xhenet, nëse jo, atë në xhenet. Pastaj ka ardhur një kërcënim i rëndë në atë ditë për ata që e uzurpojnë tokën. Edhe kjo ndodh subhanallahu. Edhe kjo ndodh shpesh me këtë çardhje. Pejgamberi alayhis salam ka tregu që kush merr pa drejtësisht qoftë edhe një plom tokë, që një plom, se sa e vogël është plomi. Sa mund me kon kjo 10 santentikun. Pa e marrë parasysh, sa merr tokë, ati ka me vendosë në qafë 7 palë toka. Se tash ai cili e vjedh një tokë, ai nuk e ka vjedh veç tokën për miqe shumëna, po krejt 7 palë tokë të poshtë i ka vjedh. Krejt çka është të poshtë, krejt që ato toka ai ka vjedh, i ka marrë në sundimin e tij. E krejt që ato toka kanë me u ngarku në qafën e tij. Pra mendoj çfarë të merre për ata që uzurpojnë toka. Përse ata shpëtimi është me shupe, sidomos kur është kundërshtimi me megja, me kësi gjëra, shukon shpesh edhe në vrasi ka qenë, është me shupe, që atë është shpëtimi. Ma mirë shupe se mi marë në qafë 7 palë toka në ditë e kiametit. Pastaj, prej gjendjeve që kanë menduar atë ditë, është i vrari pa drejtësisht dhe vrasi. Pejgamberi alayhis salam na ka tregu që i vrari do të vjen bashkë me vrasin ditë e kiametit. Duke e mbajtur për balluke edhe për kokë. Pra ka me kap vrasin për balli edhe për kokë. Edhe venat e tij kanë me rrjedh gjak edhe ka thonë o Zot këm ka vronë. O Zot këm ka vronë. Pra, subhanallah,
fshen këtë botë sa shtirë është nga njerë me zbulu vrasin, sa ai mundohet me mshefe gjërat kësaj natyre, po atje me njerë si të mzjallën ka mu ditë kush e ka vra fonin. Se vrasi ka me ka për koke vrasin e ti, edhe ka me thonë kë o zot më ka vranë. Pastaj e kemi rastin tjetër është ai që e fsheh detyrinë e detyrueshme. Në hadith ka orë që kush pyetet për një gjë dhe e mshef ata, Allahun në ditë e kiametit do ta tërheq ose do ta vendos për një freni prej zjarmi. Pra, ai në farforme e kanë ndalu gojën që me nxjerr dijen, me ja kallëzu dijen e detyrueshme njerëzve. Për atë arsye edhe goja ati ka më frenu prej zjarmi. Se këto që ka orë hadithi ligjem është ai freni që ju vendoset kuajve. E ai cili e ka mshel gojën nuk e ka kallëzu të vërtetën, që e ka pas obligim jo kallëzu. Është pyet dhe ka mshel dijen, ati ka më vendos një realisht një fren prej zjarmi në gojë. Ashtu si e ka bo veprën, ashtu edhe ka mund gjallë. Njeriu me dy ftyra, edhe këta dhe të ngjallën në gjendje të mjerueshme vllazni. Në hadith ka orë realisht të janë dy hadithe. Hadithi parë është që keni me gjetë njerëzit më të këqija ata që janë me dy fytyra. Disa njerëz e shfaqin me një fytyrë, disa njerëz me një fytyrë tjetër. Dhe hadithi tjetër po thotë këta kanë me unë gjallë në ditën e kiametit me dy gjuhë prej zjarmit. Me dy gjuhë prej zjarmit. Ashtu si që janë kallëzu dy ftyrsha dhe kanë shkaktu zjarm e përqarje, duke ushit se shpiuna, këta kanë me unë gjallë me dy gjuha prej zjarmit. Më herët e përmenum ai cili i largohet rroba ultra luksoze, për hir të Allahut, që Allah e vesh me rroba të mira, çka ka me ndodhur me ata njerëz që veshën rroba për mu dallu të tjera. Në hadith ka orë që kush e vesh rrobën e famës, libes e shohra ka orë në hadith. Pra, rroba të famës. Allah në ditë e kiametit do t'ja vesh ati rrobën e poshtrimit. Çka është për qëllim rroba e famës? Do me u vesh me një formë që dallohet për krejt njerëzve. Ai cili ka jetu në këtë gjendje, ka vesh rroba, veç mu dallu për e tjerë. Jo veç rroba, po edhe kerre ka blerë. Se edhe kerre është një farë sikur veshësh me ata blerë. Sikur e vesh të kerre, a ke po hinë mrena ti, edhe rrëthën vetën. Se blen kerre veç mu dallu për e tjerë, ose bën shpia, veç me u dallu për e tjerë. Ai që në bën kësi vepra, dhe ta mërë të kundër të në asaj që ka vepru. Pra ka me vesh rrobën e poshtrimit ditë e kiametit. Që ka në drejtësinë e madhe të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj kemi ngrënësin e kamatës. Ky kamata është për hapën e të madhe. Subhanallah, me të vërtetë për njerëzit që mas shumë të kanë me vujt, në ditë e kiametit janë ngrënësit e kamatës. Ashtu që janë knaqë ata janë prej njerëzve që mas shumë t'i knaqën këtë dyja. Me haram. Se u vinë paret pa u lodhë, pa kur fa rreziku. Njerëz që bojnë tregtie, e bojnë biznes, ata kanë rreziqe, mujnë me fitu, mujnë me dështu. Kurse këta fitojnë pa as një pikë njerëse, pa u lodhë heq, dhe që ju rrinë, ju vinë miliona. Edhe që ju shfitojnë duke i sklavru njerëz, duke i zhyt në borqe. Këta në këtë botë, pa mjet jashtë me knaqen, fizikisht se jo shpirtërisht normal. Po në ditë e kiametit, këta të ngjallën në një pamje shumë të mërshme. Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, siç ka në ajet e Kur'anit. Ata të cilët e hanë kamatën, nuk do të ngjallën ndryshe, veç se ai të cilin e ka prek shejtani me çmenduri. Pra do të ngjallën me një formë si të çmendur do të ngjallën.
me një gjendje shumë të mërshme. Kjo është shpërbimi për shkak të veprës tyre. Madje edhe në jetën e vorët këta e kanë një dënim special që notojnë me një lumë gjakut. Se aja gjiro llogaria është një farë lloj llogaria që rrjedh. E kanë pasur llogarinë e rrjedhjes të haramit atje në do të lahën në lumë gjakut, se sikur ja u kanë pi njerëzve gjakun. Pastaj prej njerëzve që do ngjallën ditë e kiametit raport me veprat e tyre, në këtë dynja është edhe vajtusja. Kjo është edhe një tmerr për gratë që janë vajtuse. Pejgamberi alayhis salam ka treguar që vajtusja nëse nuk pendohet, do të ngrihet në ditë e kiametit me një këmish prej katrani dhe mburoj prej zjebe. Pro, aja grua që në farforme e ka mbështjell vetën me vajtim të ndalum dhe me kundërshtim dhe përhapje të pikëllimit, me përhapje të mospajtimit me kaderën. Se kjo është arsye pse vajtimi është shumë keq. Nuk u pajtu me caktimin e Allahut. E ka mbështjell vetë ata, i ka çky teshat, ose i ka nuk flokt, ose i ka grith ftyrën, ose i ka rrxu senet. Krejt kjo shfaqje e mospajtimit me caktimin e Allahut. Pse i ka dek djali, pse i ka dek burri, pse i ka dek baba apo nana apo kush do të qoftë, aja grua do të ngjallet me këmish prej katrani. Me këmish prej katrani do t'i kapet për të kuraja, edhe do ta ketë një mburoj prej zjebe, po që e shtin realisht vazhdimisht mi shkaktu dhimbjen në lëkurën e saj, mu grith, se aja ashtu e ka vesh vetën me mos pajtim ndaj caktimit të Allahut. Dhe këtu po thot vajtusja nëse nuk pendohet. Po nëse pendohet, nëse dhe një motër ka rënë këtë gabim, le të pendohet më shpejt para se marrë dita në cilën do të zbatohet këtë dënim mbi ta. Dhe kemi pas përmend më herët edhe mos t'jo dalim në hak se përmendëm që kemi me cek edhe këta, tha më herët që ata që kanë bojë drejtësi do të ngjallen me dritë dhe do të ulen në kolltuqe të dritës. Po në anën tjetër, ata që kanë bërë pa drejtësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po thotë e dhulumat yawm al-qiyam. Zullumi është errësira në ditën e kiametit. Po nuk është një errësirë vetëm, po errësira të shumta. Subhanallah. Bash atë ditë nevojitet drita mas shumte. Nevojitet drita kur dish para zot, nevojitet drita kur shkosh drejtim siratit, nevojitet drita kur ta kalosh siratin. Ta njerëz do t'jenë në errësira, njëra pas tjetrës. Se ashtu ata ja u kanë errësu njerëzve jetën. Shikoni se si drejtësia Allahut funksionon. Ata ja u kanë errësu njerëzve jetën këtë botë. Ja u kanë terru njerëzve jetën. Edhe Allah i madheshëm në atë botë kam i terru ata. Kam i errësu, kam i fut në errësirat një pas një shumë. Sa ma shumë pa drejtësi, aq ma shumë errësira për ta. Dhe sa ma i poshtër, aq ma poshtë në xhenem. E lusëm Allah i madheshëm që gjithve na vedisaj dhe na përmirësaj. Këtu janë disa gjendje dhe situata se si do të ngjallet njeri në ditë e kiametit. Dhe këtu mund të shihni drejtësinë e plotë Allahut, se si Allah po i ndëshkan qysh i kanë pas veprat, dhe po i shpërblet qysh i kanë pas veprat. Këtu janë vetëm një pjesë të argumente, për ndryshe ka shumë argumente tjera në këtë kapitull. Allah i shpërblet, babën e Allah përzëm. O djersat, Allah i të shpërblet, Allah i thof mira dinja në ahiret, e të ashtu din edhe ma shumë, e të dhatimer e sa ma shumë. Gjëmat aleikum, selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Për pyetjet e juve kemi edhe pak do pyetje. O gja, na tregon tani kur me ndal, se nashta pak e të promi me pyetje, na bën me dije, hiç një rahat me neve,
Allah të shpërblef që ke pranuar vërtetin edhe njetë, po sa më gjatë. Ishte kënaqësi me të patë. Hoxha Salaudin, a i këto? Po, këtu jam. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah që përbleft, kolegë, një legjerat shumë e bukur. Veç po të thëmë kështu si shkurt e ki hangar, mas i ka ardhur në herë të Fatmiri, kena me të pa ma shpesh këto. Dhe me ma shpesh me në ardhë gjë. Me knasi vllaznina, Allah e të knasht me ju. Allah që përbleft. A të filloj t'i lezoj këto pyetje që kanë ardhur në WhatsApp apo? Po, këshiri ata pyetje që kam privat, nëse ka do një pyetje në koment, mund është me më hanën e ki këto. Po gja, ose hanën një maj, është problem. Bëra më gja. Hoqë nderuar thot, çfarë role lun mënyra e jetesës në këtë botë me mënyrën e jetesës në botën tjetër? الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن والمهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور غفار القهار الوهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض المعيز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب